unë duhet m'ja thonë popullit mos më jam shefi këto. Nuk po i tham as për shefit, as nuk po i tham që s'po di çka më fol tjetër, po kjo është gjendja reale që kemi në Kosovë. S'mund ta bëjmë një analizë të themi kështu sociologjike në veri gjithçysh nuk ka pas më kthy prapa veriu. Nuk ka pas më kthy prapa. Çdo polic serb në veri që ka qenë polic i Kosovës ka mujt më bëj subjekt i ligjit. Ka mujt më ranë burg. Sa është e vërtetë që gjithë i kanë shërbyer Kosovës. Çdo gjyqtar, çdo doganier, çdo kush ka mujt më ranë burg në proces. Çdo kush, edhe kryetari i komunës mund më ranë burg. Edhe ministri, edhe mushkarku e gjitha. To kanë qenë në proces të përbashkët me SBA dhe në tavolinë ke pas NATO-n. Ku e ki NATO-n sot, apo ta përmendi kush me ta jep NATO-n? Jo, po ti përmend saksion, po ta ndalin dialogun strategjik. Kjo realiteti që ki prej kurrit. Një 7 vjeç që ka qenë në kohën e luftës në 99-ën, nuk presupozohet që ka arritur ta kuptoj vështirësinë e luftës edhe gjithë nëse ne kemi fëmijë të vrarë, nuk është që një 7 vjeç i zakonshëm në Kosovë mban mend gjithë vështirësinë e luftës. Sot ky është 32-33 vjeç, ky 7 vjeçi. Që i bie qytetari që është 33 vjeç e më i ri në Kosovë, është rritur dhe zhvilluar me ndjenjen e triumfit ndaj Serbisë. Nuk është që i friksohet luftës nëse e sheh prej këtij kuptimi se ne jemi rritur me idenë që jemi çliruar, ja kemi mundur Serbinë. 33 është mosha mesatare e qytetarëve të Kosovës, i bie që gjysma e qytetarëve të Kosovës. Çka është lufta më së pari? Çka nocioni luftë? Edhe pse luftohet? Po e shoh, nëse i robnum, i pushtuar me lufton për shtërim, është luftë drejt. Është luftë drejt. Që dhe në luftë dojmë e bona, me në teritorit Kosovës. Po e shoh, na mujmë me hëna sulmun do terrorista, po luftojmë. Ku po lufton? Në Kosovë. Atëherë, cili është suvereniteti yt, nëse ti detyrohesh me luftu në tokë tonë, territor tonë. Çështoj ka Miloševići, Jugoslavia, Bosnjën, Krasin, Kosovën, i nderuam. Se ka luftu, kur i kanë thonë ta, jonari kanë thonë, hajde me e na luftën, si ai ka thonë jo në shtetemin. I kanë po ti e në shteton, po ti e ka lufton me dikon. Nale luftën. Edhe i kanë thonë 2 palë, i kanë thirrë 2 palë, edhe u çkën, hajde ulën në tavolinë. Ky po do me pru punën çatë. Po do marrë një situatë, që pastaj kanë vetë thirrë ata që të nek në tavolinë. Edhe ha tash merri vesh se s'bën më me luftu. Pse kemi interes na me luftu në Kosovë, mana në teritorit Kosovës? Pse na nuk po projektojmë sigurinë tonë, që se projekton çdo shtet, me një alat sigurt e të fuqishëm që është Amerika, i cili ka dhënë prova për ne, që e ka bombarduar ato tjetën për ne. Ka vrarë serb Amerika për shqiptar. Edhe ata në Beograd, jo vetëm këtu në Kosovë. Ku logjika e kësaj që po dojmë na me bë? Ky e Dejona e grupet e tij. Nuk shkojnë tot pavarësishme, shiqo, në çdo inteligjencë, se folëm më herët për inteligjencat. Në çdo inteligjencë, puna më e madhe është analiza. Kush përfiton? Alibia, edhe prokuror. Kur të ndodhë një krim, mundohen me gjetë motivin, ose kush ka pas motiv, ose alibia. Shiqoni ata që bojnë analizat, veprimet e tij, edhe këto nuk janë të paktë. Që i kinë plot kryeqendra dhe botës, që ku ta bojnë analizën, për çka ka bë ky, kush o ka përfiton, o ka del që o ka përfiton Rusia dhe Serbia, e lutem. Edhe kjo është realiteti që e kije gjithkund në për tavolina, për këtë arsye shkon kryetari qeverisë Kosovës, që ka mujtë me shku drejt nështë në shtëpi barë të presidenti, ose të sekretari i luftës, tash quhet i luftës, dikur o quhet i mbrojtës, ku ka myon për shembull, ti si jap kush dorën, kryeministit të Kosovës. E në cilën kohë s'ta ka jap Amerika dorën, në kohën kur kushdo që s'është. Në nëmbrellën e Amerikës nuk